nderuar demokratë e demokrate, shtylla e pathyeshme e fitoreve tona, i nderuar nënkryetari i Partisë Demokratike zoti Agron Xhekmari. Në këtë takim, zoti Flamun Noka, për angazhimet të tjera politike, nuk ka pas mundësi që dje dhe ju sjell përshëndetjet më të përzemërta e më të sinqerta të gjithë demokratëve të rrethit Mirditës. Njëkohësisht, edhe zoti Kaserem Piroli, deputeti i Kurbinit, për një fatkeqësi familjare nuk e kemi sot prezent këtu. Atëherë, të nderuar deputet të qarkut Lezhë, kandidat dhe përfaqësues të Partisë Demokratike, koordinatori i Partisë Demokratike, mirë se erdhët në Mirditë. Mirënjohje të pakufishme për iniciatorët e themelimit të Partisë Demokratike. Respekt i veçantë për të gjithë të përsekutuarit politik të sistemit komunist, të cilët mbajtën frym me gjallë të lirisë për demokraci. Mirënjohje dhe respekt të përjetshëm. Respekt i veçantë është edhe për të gjithë drejtuesit politik të Partisë Demokratike ndër vite, si dhe për të gjithë kryetarët e komunave e bashkive në rrethin e Mirditës. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të përkujtuar një përvjetor apo një moment formal. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar një histori 35 vjeçare, që është shkruar me guxim, sakrificë dhe besim ndaj idealeve të lirisë. Në këtë 35 vjetor, Partia Demokratike vjen si një histori suksesi. Mirdita ishte një ndër zonat e para e cila përfaqësoi lëvizjen demokratike që në vitin 1990. Dhe këto nuk e kishin nga interesa meskin, por bindja për liri, për demokraci, bindja për të ardhmen tonë, bëri që lëvizja demokratike në Mirditë me iniciatorët e saj të merrte rrugën që sot gëzojmë ne që të gjithë bashkë. Ajo iniciativë hodhi themelet e Partisë Demokratike, hodhi perspektiven e Partisë Demokratike, hodhi idealet që sot gëzojmë që të gjithë bashkë. Gjatë këtyre 35 viteve, Partia Demokratike në Mirditë ka kaluar sfida të mëdha, opozita të vështira, goditje politike, tentativa për të dobësuar atë, por kur nuk u thye, sepse forca jonë nuk ka qenë kur ke drejtuesit politik të saj, por ke antarësia, ke besimi në antarësi. Sot, falë për kushtimin tuaj të të gjithë antarëve të Partisë Demokratike si dhe simpatizantët të saj, jemi forca e vetme politike që kemi fituar bashkinë në qarkun e Lezhës. Dhe si e tillë kemi nxjerrë dhe 2 deputet jashtë listave. Kjo ka qenë falë meritës dhe zotësisë, pa përjashtuar kontributin e gjithë kandidatëve, që për fatin e madh të Zotit kemi pas kandidatë të shkëlqyer, bën që në qarkun e Lezhës
të merrshim 2 deputet jashtëlisës, gjë që për të cilën nuk ka ndodhur në asnjë cep të Shqipërisë. Zotërit të nderuar, kjo fitore është e juaja. Është e çdo demokrati që trokiti der në der, që ka mbrojtur votën, që ka qëndruar besnik në interesat dhe idealet demokratike. Sot Shqipëria po përjeton një krizë të thellë politike, institucionale dhe morale. Qytetarët po largohen masivisht nga vendi, të rinjt po humbasin shpresën, ndërsa pushteti është përqendruar në pak duar. Demokracia është dobësuar dhe zëri qytetarit anashkalohet. Të nderuar demokratë, sot nuk kemi përballë një temaj që ka shndruar qeverinë një narkoshtet, ku krimi dhe grabitja janë pranishëm në çdo qelizë të saj, ku kjo qeveri ka organizuar aleancë me 313-ën, duke mbrojtur krimin dhe duke goditur drejtësinë. Në këtë realitet, opozita nuk është luks, është domosdoshmëri, dhe Partia Demokratike është vetmja forcë politike që ka peshën historike të saj dhe përgjegjësinë për të përballur në këtë pushtet të inkriminuar. Fitoret e njëpasnjëshme nuk kanë ardhur rastisht, por nga puna në terren, nga organizimi dhe besimi tek njëri tjetri dhe në Zot. Mirdita është prova më e qartë e fitores, që çdo ditë kemi arritur rezultate në këtë drejtim. Partia Demokratike Lega Mirdit ka ditur të ruajë unitetin në kohë të vështira, të respektojë kontributin e çdo demokrati, të ndërtojë marrëdhënie të drejtpërdrajta me qytetarët, të mos shkputet asnjëherë nga realiteti njerëzve. Mirdita nuk ka votuar nga frika, ka votuar nga bindja, nga idealet, nga mendimet konservatore të saj, për të mbrojtur familjen, për të mbrojtur pronën, për të mbrojtur lirinë dhe demokracinë. Këto janë vlera që përputhen me filozofinë e Partisë Demokratike. Sot, më shumë se kur, Partia Demokratike ka nevojë për unitet. Nuk ka demokrat të vjetër e të rinj. Ka vetëm demokrat të përkushtuar për të realizuar fitore. Le të marrim energjinë e kësaj fitore dhe ta kthejmë një forcë për betejat që vijnë. Që në vitin e ardhshëm të kemi jo vetëm 36 vjetori e Partisë Demokratike, por të kemi dhe fitoren e kandidatit tonë, Zoti Shërt Milishi, që të rimarrin bashkinë dhe jetë. Partia Demokratike Lega Mirdit në 35 vite histori, me këto antarësi dhe me këto vlera demokratike, nuk është thjesht fituese një bashkie, por është simbol i qendresës demokrate. Rruga përpara kërkon guxim, përkushtim, besim dhe shpresë. Dhe këto besoj më mirë se sa çdo zonë tjetër i ka shfaqur mjeditorë. Fitoria është e juaja. Këto janë vlerat e mjeditorëve. E ardhmja është demokratike. Rob Partia Demokratike, rob populli i Mirditës, rob profesor Dr. Sali Berisha, dhe së fundi do t'ju bëj një ftesë të gjithë të bashkuar si në mënyrë sistematike të jemi në Tiranë për t'i dhënë goditjen përfundimtare këtij regjimi. Faleminderit. Jap fjalën zotit Adrian Gjekmargaj, nënkryetari i Partisë Demokratike.
Demokrate e Demokratë, të dashur themelues të rithemelues Partisë Demokratike, të nderuar deputet zonja Hopi, zoti Gjoni, kandidat për deputet zoti Lala dhe të tjerë të Pranishëm, të nderuar zoti Albert Dyshi, të dashur kryetar të degëve zoti Pisaku, zoti Shkolla, zoti Andoi që na keni nderuar këtu, dhe të gjithë ju miq të nderuar. Sot jemi këtu për një për ditën e Partisë Demokratike të Degës së Mirditës, jetë të gjatë Partisë Demokratike, jetë të gjatë dhe urimet të mira për secilin prej jush. Në fillim të kësaj fjale kam nderin t'ju përcjell përshëndetjet dhe urimet të mira të profesorit doktor Sali Berishës, sekretari i Partisë Demokratike. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar 35 vjetorin e themelimit Partisë Demokratike, një moment historik që ndryshoi fatin e Shqipërisë, një moment ku frika u kthye, heshtja u rrëzua dhe shpresa u kthye në forcë politike. Në radhë të parë, për uljen me respekt të thellë, do themeluesit e Partisë Demokratike të Mirditës, për ata burra dhe gra që patën guximin të sfidojnë diktaturën dhe t'i hapin rrugën pluralizmit politik në Shqipëri. Ata jo Mirditës, por Shqipërisë në përgjithësi i dhanë lirin, dignitetin dhe orientimin propërndimor. Ata ndezën dritën e shpresës që vazhdojnë të rënë vesh që përësot. Në këtë histori të madhe të demokracisë shqiptare, Mirdita ka një vend të veçantë. Themelimi i kësaj dege ishte një akt i jashtëzakonshëm, guximi dhe përgjegjësie historike. Në ditë të vështira, ku frika ende sundonte, bijtë e kësaj treve nuk heshtën, por u rreshtuan hapur në anën e duhur të lirisë, perëndimit dhe demokracisë në Shqipëri, ashtu si dhe vitin 1924 në anën e rezistencës antikomuniste. Ata zgjollën demokracinë dhe jo në ushtrim. Mirdita, kjo krahin autentike e historisë së kombit tonë, ka ditur gjithmonë t'ju prij proceseve historike, me besë, me nder dhe me qëndres. Dega të dy Mirditës u ngrit diktoftera dhe u bë shtyllë demokracisë dhe i qytetarëve dhe mburoi e vlerave më të mira. Partia Demokratike lindi si shpresa dhe energjia më pozitive e kombit shqiptar. Por sot, pas 35 viteve, Shqipëria po qeveriset nga qeveria e Edi Ramës, qeveria e regresit kombëtar, qeveria e skandaleve, qeveria e korrupsionit, e cila po e shtyn vendin çdo ditë e më shumë në gremim. Një qeveri e zhytur në korrupsion, një qeveri që ka marrë shtenë drejtësinë, siç është rasti i zënës kryeministrit Balluku dhe kryeri i shteti, një qeveri e cila e përdor shtetin si sekser, siç është Gjys Agasi, taksidari i Republikës, një qeveri që ka humbur legitimitetin dhe moralitetin për të qeveritur. Pra kjo qeveri ka prodhuar varfëri, largim masiv dhe për këtë duhet revoltë dhe qendresë masive. Sot vendi dhe shoqëria shqiptare kërkon një qeveri teknike, një qeveri e cila do të jetë produkt i qendresës tonë. Të dashur miq, le ta mbajmë gjallë urimin e themeluesve, le ta mbajmë gjallë guximin e atyre që themeluan PD-n në Shqipëri dhe në Mirdit, dhe le të ecim përpara me vendosmëri dhe besim deri në fitoren e demokracisë vërtet dhe për një Shqipëri normale. Roh Partia Demokratike, roh Mirdita dhe shëndetje. I nderuar në kryetari i Partisë Demokratike dhe njëkohësisht koordinator dhe drejtues politik i qarkut Lesh, zoti Agron Çekmarkaj, të nderuar deputet, të nderuar kryetar të degëve Kurbin dhe Lesh, të nderuar demokratë. 35 vite Parti Demokratike e Mirdit, 35 vite mund, 35 vite sakrifisë, 35 vite demokrat të cilat luftuan për ideale, 35 vite vlerë, kontribut që Partia Demokratike ka dhënë për Shqipërisë, 35 vite që Partia Demokratike vazhdon t'japi kontribut jashtëzakonshëm në Shqipëri
E kjo është Partia Demokratike e Shqipërisë, kjo është vlera e cila na bashkon dhe na rrethon. Partia Demokratike nuk është një parti interesash, individësh personal. Partia Demokratike është një parti që u mblodh për interesat kombëtare, për liri, për t'i dhënë Shqipërisë dignitet, për t'i dhënë Shqipërisë në fakt atë që për 45 vite komunizëm e kishin poshtruar duke ulur dignitetin njerëzor. Ajo që ka sot nga përmbar gjithve dhe nëse ka një moment më të rëndësishëm për Shqipërinë, për Mirditën, është pikërisht ky 35 vjetor, që ashtu si ditën e parë kur u themelua Partia Demokratike, që të gjithë bashkë arritën të rrëzonin një sistem i cili kishte kapur që Shqipërinë, ashtu është sot, në fakt që një sistem interesas, miskin dhe grupësh kriminale kanë rrethuar dhe kanë kapur Shqipërinë. Prandaj sërish u takon demokratëve të bashkohen. Ju takon demokratëve t'i kthejnë sërish Shqipërisë dignitetin i cili prej vitesh po në përkëmbë. Të nderuar demokratë Mirditës. Keni vite që sakrifikoni për Partinë Demokratike. E jo vetëm për Partinë Demokratike, por për një liri, për një dignitet, për një të ardhmë më të mirë për shqiptarë. Ajo që ka ndodhur sot në Shqipëri, realisht duhet na unifikojë, duhet na mbledh bashku për të larguar njerën më përpara. Imagjinoni vetëm pak që bandat, grupet kriminale po përveçojnë fondet publike. Ato fonde që sot i vuan Mirdita në mungesën e tyre, ato investime që i vun Shqipëria, atëre ajo që kanë mbledhur është që sërish gjithë bashkë të mund të kthejmë Shqipërinë në rrugën europiane, ajo që ka kërkojnë për 35 vite. Normalisht janë ditë të rëndësishme, janë momente të rëndësishme. Ashtu sikur se data 24 e përmendi kryetari i partisë, kryetari Degës, është vendimtare, jo për Partinë Demokratike, por për Shqipërinë. Ju ftoj që në datë 24 të jemi gjithë atje, jo për të luftuar për vete, po për t'i thënë një qeverie e cila po nuk po qeveris, por për ndanë fondet publike, pasuritë e Shqipërisë me grupet kriminale, për t'i thënë po. Të nderuar demokratë, ju uroj gëzuar 35 vjetorin nga themelimin e Partisë Demokratike të Degës dhe uroj që 36 vjetori, vitet tjera të sjellin dhe mirë Shqipëria, jo vetëm Mirdita, por Shqipëria ta ketë larguar këtë keqje të madhe që ka kapluar dhe të jemi gjithë bashkë për t'i dhënë Shqipërisë fat më të mirë, për t'i dhënë dignitet dhe për t'i dhënë atë që po i mungon prej vitesh, lirinë individuale të njerëzve dhe normalisht dignitetin për ta quajtur drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit. Ftoj një ndër themeluesit e Partisë Demokratike të Degës Mirdit, zotin Gojë Zefi, për t'na përshëndetur dhe njëkohësisht për t'na përshkruar momentet e veçanta të 35 viteve më parë. Faleminderit. Ju përshëndes gjithëve, në fakt nuk jam shumë i zoti për fjalime, po kjo nuk ka një fjalim, ma një tregim. Dhe do t'ju thonë diçka që asnjë prej jush nuk e di. Shkova në Tiranë në atë kohë për doshim me shku në Zvicër me një grup artistik dhe mas i rregulluam këto punë që ishin shumë të vështira, hym ke 15 katshin me që na u hap dera dhe ne,
Dhe aty takoj sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike që ishte kriju në Tiranë, një aktor, Mark Tapamaj, dhe Marku më s'ju përshëndetën, tha prit, tha se kam me të dhanë një shkres. Edhe shtoj ke zyra e erë dhe ma pru hapë. E thote, i drejtojt zotit Zef Nikola. Zef Nikola ishte regjizori shtëpisë kulturës. Zotit Gjok Beci ishte drejtori pionerëve të Enverit. E kishin bo ato ditë telefonit me qeveria politike. Dhe zotit Nuj Zhika. Edhe unë ja qëj Zef Nikolës. Edhe qëj Zefi, Zefi, kam frikë se më fusin burtë, të mësë merë me këtë. Mirë, ja Gjok Beci. Sa Gjoka tha, një gjoha, po më gjenë kefës, një se kush jam unë, e dhimë i thasë. Koha ishte e vështirë. Tha, unë nuk mund merë me këtë punë, jam drejtori pionerëve të Enverit. Mirë, edhe jarë Nujiks. Nujika kishte një lidhje. Gruja Nujiks kishte kushrit parë Safet Zhulani, që ishte kryetari për dës Peshkopisë. Kishte edhe kunat Franko Kroqi, që i konkurojnë me Rami Zanina dhe fitoj Franko Kroqi. Dhe dakord panoj, mas lidhje, dhe umlodhen dhe ban një listë me njërës që i njifshim, kryesisht me intelektual. Dhe ban një listë për i 87 vetëve. I kontaktuam dhe të gjithë ishin dakord. Dhe erdi data ishte në dhjetor, 21 dhjetor, jo 17 janari që festojnë na. Dhe me 17 të bo protesta e madhe që o tonë një dita. Atëherë kënë qanë në sheshin e sportit, një gratë të fushra sportit, po thuj se 70% e mjëditës. Dhe umlodhen, erdi dita dhe pritëm të shpëmjes, dhe me ziu bom 7 verë. Prej tyne muarëm pjesprej një inxinjerë tropojan, Nuaj Zhika, një që sot është kryetari i pajtimin qashive Qim Lazri, Shon Loka, unë Zef Bardhi dhe Parkshon. Dhe e firmosëm atë dokumentin. Bile muaremi bani një firmë shumë të gjatë. Edhe unë për humori thash, ajo nuk ishte firmë, ajo ishte vetëtim, ajo poezia e Kadares. Mirë, e firmosëm atë dhe dojnë. Rrotull shtëpisë kulturës ishin vatët deri në 5 klube policë. Një prej ish policëve të atëhershëm ashtë punësau se e takova dhe kur ja tregova të më tha po, kam qenë dhe unë dhe kim shkulltu e bau të. Dhe lodjem e u shpërdam, me tham drejt u shpërdam në gjithë se cilin punë vetë një frike madhe, presioni madhe, dhe u hyna me një klub. Do t'ja u thëmë dhe që ato pasit se pak të vështirë, po edhe e rarë, po unë do t'ja u thëmë. Sepse për herë parë po e shkifër. Hyna me një klub atë ishte një piktor, që quhe i din dosi, nuk jetë të almajnë, një piktor shumë i famë shumë atërë. Dhe piktori ishte një tabullin bashkë me shefin e sigurimit, ka që një bjëndë. Edhe sa hyna, koj hajtë, shkova, sa po hula a e më tha, e ngritëm tegën e Partisë Demokratike? Onë me thanë drejtë, murova me thanë popër, ishte vend ma, pojta, se ngritëm. Edhe më lexoj listën. I pari i listë filani, i qyti filani, i treti filani, i katërti filani, i pesti filani, i gjashti filani, pash gjoka ta jelë një 10 minuta me vënesë. Ka ata kishin parë dhe kishin s'ka qarë. Dhe kishin prej dikuj që ishte mrena neshë. Fatkeqësisht edhe sot mrena neshë. Ka, dhe do të ketë. Por, mirë është që na imi tjetër kushi, sepse imi tjetër kushi në kenë. Unë nuk do të zgjasma sepse kjo s'ka punë, por sot mirë dita, mirë ditore, për fatë, e kanë thënë fjallën e vetë. Dhe demokratët në gjithë Shqipëri janë në gjenjën më të vështirë. Të gjithë venet e punës i kanë komunistët që marrin nga 2 nga 3 rroga. Këta njerëz janë këtu dhe se 90% nuk marrin asnjë rrogë, nuk kanë asnjë tallë. Dhe është detyrë e udhëheqjes Partisë Demokratike në qendër,
që të organizoje dhe o të dalëzëm tani o të nuk të zotë bile për turpin tonë e Tirana që venis 13 vjetë. Sepse nuk jemi kërkush të 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 paralën. Asë për të legjoni Sun Tzu, ashtë një teorician i luftës, 4.000 vjetë për parë. A i ka thënë me pika se si luftohet në kundërshtar. Dhe ne ju, kërësirë, ju që u ngesht një Partinë Demokratike, duhet ose të luftojnë, ose të shkoni derë, ose të vini në çdo fshat, në çdo seksion, që ta një popullin tonë. Nëse nuk e bani këta, dijeni, ne do të kyshojmë pastaj se ju e bani kasë. Ju uroj gjithë të mira, duar zesën e Islamës për këtë jetë si sekretari i bashkisë, me një fitore të mëhape, që ta trondishim në themelën njeriun më të egër, pushtuesin më të pashtirë që ka pushtuar Shqipërinë që ka emrin Edi Rama. Nderuar drejtuesi politik dhe kryetari i Partisë Demokratike, profesor Agron Xhetmarkaj, i nderuar kryetari i Bashkisë Mirdit, zoti Albert Mylyshi, kryetari i Partisë Mirdit, zoti Aleksandër Picaku, koordinatori i posaçëm zoti Adron Loka, kryetari i Partisë Kurbin zoti Edmond Shkoza, e Partisë Së zoti Adonika Ndoj, i nderuar kolegë deputet, kandidat për deputet, zonja dhe zotri të dashur, demokratë të Mirditës, miq dhe bashkëpunëtorë. E nderuar që jam sot këtu së bashku me ju për të festuar 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Dega Mirdit. Së pari dua të përulem në respekt dhe mirënjohje më të thellë ndaj themeluesve të Partisë Demokratike në Mirdit, të cilët me kurajo, vizion dhe sakrificat e jashtëzakonshme hodhën themelet e një partie që mishëroi aspiratat e popullit për liri, demokraci dhe dinjitet. Sakrificat e tyre janë ndërpyese për ne sot dhe për brezat që do të thurë. Mirënjohje veçantë shkon për gjithë ju demokratë të Mirditës që përgjatë këtyre 35 viteve keni qëndruar të palëkundur. Kontributi juaj në çdo betejë politike, në çdo fitore dhe në çdo sfidë vetet i paqëpueshëm. Të dashur mirëtitorë, të jem zëri juaj në kuvendin e Shqipërisë ka qenë deri madh për mua, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Fatkeqësisht, çdo kërkesë që unë kam ngritur në kuvendin e Shqipërisë për Mirdite ka rënë në veç të shurtë. Sepse ne kemi një kryeministër që kurrë nuk e pa Mirditën si prioritet, që nuk solli asnjë investim për zhvillimin e Mirditës, nuk ofroi asnjë shpresë reale për zhvillim. Nga kjo qeveri, Mirdita mori vetëm harres për çmim dhe diskriminim. Të dashur miq, sot më shumë se kurrë, Shqipëria ka nevojë për secilin prej nesh. Vendin tonë po ikin vit dhe bija të saj, dhe jo nga dëshira, por nga dëshpërimi. Shqipëria po vuan pasojat e një keqeverisje që ka shkatruar shpresën dhe ka detyruar mijëra shqiptarë të largohen nga vendi i tyre. Përballë këtij realiteti, ne na duhet bashkim, na duhet guxim dhe vendosmëri për të ndryshuar drejtimin e vendit. Ndaj, ju ftoj të gjithëve që të bashkohemi në protestën e datës 24 ora 17 për t'i thënë mjaft këtij regjimi, për t'i thënë mjaft këtij narkokryeministri, për të shporur të banda tudesh që po shkatron Shqipërinë tonë. Rrok Partia Demokratike, rrok Mirdita, rrok Shqipëria. Nderuar kryetari i Bashkisë së Mirditës zoti Mylyshi, nderuar kolegë deputet dhe kandidat për deputet, nderuar zoti Picaku, kryetari i Partisë Demokratike të Mirditës, zoti Shkoza, zonja Ndoj, zoti Loka, koordinatori i Partisë Demokratike, të dashur miq dhe demokratë të Mirditës. Unë sot jam këtu dhe ndjem krenar që jam në Mirdit si mirditor dhe padyshim si bashkë udhëtar juaj në zgjedhjet e fundit dhe unë përulem me një mirënjohje dhe me respekt të jashtëzakonshëm për gjithë themeluesit e Partisë Demokratike, për të gjithë
kontributorët që nga momenti i themelimit dhe deri në ditën e sotme dhe padyshim për të gjithë njerëzit të cilët kanë dhënë kontributin e jashtëzakonshëm, sidomos në 2 zgjedhjet e fundit për bashkinë e Mjerditës dhe njëkohësisht në zgjedhjet e përgjithshme. Padyshim, ashtu siç e theksoi edhe zoti Picaku, Partia Demokratike sot është, sidomos Partia Demokratike e Mjerditës, duhet të jetë krenare për gjithë kontributin e dhënë në fitoren e Partisë Demokratike në qarkun e Mjerditës. Pa Partinë Demokratike të Mjerditës, jemi të sigurt që nuk do merreshin 4 mandate në qarkun e Mjerditës. Por, unë jam mirënjohës për ulem me respekt, sepse sot nuk është vetëm festa e Partisë Demokratike, po sot është festa e gjithë qarkut për një arsye shumë thjeshtë, sepse mjerditërët nuk janë vetëm në Mjerdit, janë në Lezhë, janë në Kurbin, janë në Durrës, janë në diasporë. Dhe një përshëndetje të veçantë të vllazore për secilin mjerditër kudo që ndodhet për kontributin e pa diskutueshëm që ka dhënë në fitoren e Partisë Demokratike. Unë nuk do zgjatem shumë se sot është ditë feste dhe kalim fjalën festës dhe mos merremi me fjalime, sepse parafolësit i dhanë të gjitha, por unë them, ashtu siç Partia Demokratike e Mjerditës është parti paraloj në fitoren të paktën në zonat e veriut për gjithë Shqipërinë, ne duhet të frymëzohemi nga këta demokratë mjerditër që këtë ndryshim ta sjellim në gjithë Shqipërinë dhe 2026 të jetë një vit i fitores së Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Gëzuar edhe një vit të mbarë, gëzuar 35 vjetorin dhe Zoti e bekof popullin e Mjerditës, Zoti e bekof Mjerditën. Faleminderit. Gëzuar. Të nderuar demokrat, të nderuar zoti Xhekmakaj, të nderuar deputet, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar kryetar të Partisë Kurbinit Lezhës Mjerditës, miq të nderuar, pa dashur të marr kohën tuaj, sepse sot është koha juaj, koha rrugtimit 35 vjeçar, koha sakrificës, koha sfidave, koha të cilët i keni dhënë dinjitet dhe i keni dhënë atë që i takon moralit politik, i keni dhënë fitoren, por i keni dhënë edhe kur keni humbur dinjitetin e vogëlsimin, por ndërtimin e perspektivës fitores në çdo lloj sfide. Me lejoni sot me përulje të shpreh falënderimet të përzemërta, që me votën tuaj arritët Mjerditës të jepni fitoren, qarkut të jepni dignitetin e mandatit 4 dhe të mbetni pararoja asaj që është fitore për Partinë Demokratike. E më së miri i dhuruat atë që është leksion për demokracinë në Shqipëri, që dini të fitoni dhe të votoni. Ndaj, gjejrasim që të mbetën për ullës para jush, edhe këtë rrugtim 35 vjeçar, si rrugtim sfide, të projektojmë edhe rrugtimin e vazhdimësisë, pasi gjendemi në 3 momente shumë të rëndësishme. Në momentin e parë të përballjes reale të datës 24, që në smirë mendoj demokratët mjerditër do t'jin të triumfojnë dhe do t'jin të jenë pjesë e qendresës në Tiranë. Shtyti, ky 35 vjetor kërkon vazhdimësi. Nëse themeluesi i saj Zoti Kolzefi evokoi rrugtarët e themelimit dhe guximtarët e pluralizmit të Mjerdit, kjo parti do vazhdojë dhe ne jemi në një proces që po me datën 25 do ballafaqohemi me antarësi me primare. Ndaj kërkoj nga ana juaj angazhim, përgjegjësi dhe të mendojmë si qytetar dhe të vendosim për te asaj që është dasi, por të bashkuar, për të prodhuar
fituesi dhe për të drejtuar Partinë Demokratike Mirdit, jo thjesht për betejën e fitores personale, për projektin e fitores Bashkisë Mirdit në vazhdimsi dhe të asaj që është shpejti edhe votimet e përgjithshme. Kështu që uroj që të mbetet i procesi qytetar edhe të vazhdojmë të mbetemi të bashkuar si vlerë e Partisë Demokratike dhe e qeverisjes në Mirdit. Ju falenderoj dhe ju mbetem për ulës për çdo kontribut tuaj në favor të Partisë Demokratike. Të nderuar demokrat, themelues Partisë Demokratike Mirdit, të nderuar kryetari i Partisë Demokratike, drejtuesi politik i Qarku Qytet, zoti profesor Markaj, të nderuar deputet e Dahoti, zoti Gjoni, i nderuar kryetari i Bashkisë, zoti Albert Medyshi, i dashur kryetari i Partisë Aleksandër Picaku, të nderuar drejtues strukturash, drejtues të degeve lokale të Qarku Qytet, një falënderim i jashtëzakonshëm për gjithë demokratët dhe në tip historike, është një nder i madh për mua të marr fjalën në ditë historike, në vendin ku fjala lirë, revolta, qendresa kundër diktaturës është një tabu. Dhe për mua është një nder i madh, një privilegj që të marr fjalën. Unë ju uroj të gjithëve gëzuar këtë ditë historike të 35 vjetorit të themelimit, me një respekt, me një përullje, deri të jashtëzakonshëm për themeluesin, për ato që guxuan në ato vite, se e tha shumë mirë një ndër themeluesit, zoti Kol Zefi, vështirësitë dhe përndjekjet që ishin në ato kohë shumë të vështira. Kështu që nuk do të zgjatet shumë. Ju uroj gëzuar dhe Partia Demokratike, Demokratët e Mirditës, e them me plot bindje, është një realitet, është një shembull, jo vetëm për Qarkun Lezhë, por për gjithë Shqipërinë. Ju falenderoj gjithëve. Atëherë, duke ju falenderuar gjithëve për dëgjesën, ju kujtoj dhe herë, në datën 24 në Tiranë dhe në datën 25 kemi garën për kryetar partije të rrethit Mirdit. Dhe herë faleminderit të gëzuar, do të rritë që gjithë bëjnë ka i gëzuar në kota, që kemi atje mrapa. Dhe herë faleminderit të gëzuar. Allora,